Faleminderit që në studio Roden, kjo është kënaqësi të kemi. Në fakt është kënaqësia ime që jam këtu. Faleminderit për ftesën, në studio fantastike të them vërtetën. Faleminderit. Do doja të kisha ardhur më herët, por nuk më kishe ftuar. Tash që erdhi dita. Hajde bisedojmë për çështje të rëndësishme. Jemi fushat. Fushata është duke mbaruar, janë ditët e fundit. Shikoj, ne jemi fushat perpetuale në Shqipëri, nuk është se jemi fushat vetëm këtë një muaj. Gjithkohës ka inspektime, punime, inaugurime, asfalt, fyrje nga kryeministri gjatë gjithë kohës në mënyrë konstante. Ore, e çyk ti thon? Ja, unë jam gjysmak. Futej 50% që kryeministri që voton kundër. Po kjo është shumë e rëndësishme. Ja, është. Ne jemi fushat dhe roli gazetar në fushat, siç dihet, raporton, bën pyetje ose nuk bën fare pyetje. Raporton, thjesht raporton, po kemi pa dhe kandidat për deputet, cilët kanë ofenduar, fyer, intimiduar gazetar. Është e vërtet. Është një situatë, domethënë deri diku e çuditshme, por që është kthyer në normalitet. Është fatkeqësi në fakt që është kthyer në normalitet. Ti jemi realist, gazetari në Shqipëri, të paktën për sa i përket fushatës, për paktën sa i përket atij 1 muaj e gjysmë, 2 muaj që është fushata në fuqi të plot. Domethënë pavarësisht se është e njëjta situatë edhe përpara edhe pas, nuk është se ka ndryshime masive. Është shumë më i vogël numri gazetarëve të politikës që ndjekin fushatën, bëjnë analiza, japin informacion, domethënë të kontekstualizuar për publikun, që zbërthejnë premtimet, zbërthejnë aty ku ka normalisht le të themi deri diku informacion të dedikuar për publikun, por në fakt shumica e gazetarëve janë thjesht raportues. Shumica e gazetarëve janë kthyer thjesht në përçues të mesazheve që vinë në WhatsApp. Është pra tani ka ndryshuar, është WhatsApp aplikacioni kryesor që dy aplikacione kryesor. Një është WhatsApp për përçimin e fjalëve, dy është WeTransfer për përçimin e kasetave të famshme. Nuk lodhen më me kaseta fizike, çohet gjithçka gati, jepet e lajmet, bëhet qoka në thonjza, mbyllet komplet qarku në atë moment dhe gazetari është totalisht jashtë gjithë kësaj situate. Maksimumi që mund të bëj është një voice over sa për të kaluar radhën që mos dali një tizë në çdo le të themi edicion lajmesh. Është fatkeqësi, është për të ardhur keq. Sepse në moment që ti i mbyll gazetarit çdo mundësi për të ndjekur fushatën që nuk ekziston, unë nuk maj mend të paktën vitet e fundit që gazetarët të njoftohen nga ana e subjekteve politike që në X ditë, në X orë, në X vend kemi fushat për X veprimtari, për Y çështje. Nuk ekziston më. Çdo gjë çohet e gatshme, gazetarët jo vetëm që nuk kanë akses, nuk kanë as mundësi për krijimin e rrjetit më të gjerë që është fundit themeli punës së gazetarit, por thjesht janë në zyrë, zbardhin, hedhin. Po ka dhe nga ato gazetarë që kanë paqet fushatës që kryejnë atë funksion një ditë me zotin Basha. Ato janë qokat politike, pastaj ke dhe ato gazetarë që e lën gazetarin totalisht dhe menaxhojnë fushatat e politikanëve, që është një makabritet në vetë, të themi të vërtetën. Ka plot atillë që bëjnë për 1.000, 2.000, 5.000 euro varet nga sa i thellë është xhepi politikanit. Dhe sa i aftë është gazetari, domethënë që të kthehet nga gazetar në menaxher marketingu. Është diçka në shkelje totale të etikës së një gazetari në përthamën e tij si gazetar, por që ky është realiteti shqiptar, domethënë në fund të ditës edhe ata le të themi justifikohet me atë tok fjalë që ne duhet jetojmë në një farë mënyrë, se s'na del rroga, që është një histori totalisht më vete që është të merr më vete. Po, domethënë gjithë shëmtitë e punës së vështirë të gazetarit shprehen të 4 fishuara, 5 fishuara, 10 fishuara gjatë fushatës elektorale. Marrëdhëniet e punës, marrëdhëniet ekonomike, shitja e vlerave të gazetarit për 2 lekë për të nxjerr 3 qindarka më shumë në fund të muajit, qokat politike sepse po i bëj sot le të themi një kronik X-it sepse nesër dhe duhet ta marr intervistë. Ky është realiteti, është kohë që ta debatojmë, është kohë që ta analizojmë për shkak se nuk është se janë vetëm gazetarët e thjeshtë terrenit. Ti ke edhe studiet kryesore, domethënë të televizioneve që janë analiza e një tjetër që të gjitha janë kthyer në shërbim të politikës. Po mirë, po në rastin kur
një gazetar përballët me kërcënime apo dhomë, qoftë nga politikanët, qoftë nga njerëz të interesa të ndryshme, a ka në mbështetje çfarë do ndjeki në mënyrë ligjore? Tash që ka mbështetje, ka. Sa efektive është debat në vete. Ka plot mekanizma referimi, ka plot organizata që mbulojnë, domethënë, të drejtat e gazetarëve, kërcënimet në e tyre, përpiqen, mendojmë mos që të ndërmarrim hapat e nevojshëm jo vetëm për rritjen e ndërgjegjësimit publik, por edhe zgjidhjen e hallit të këtij gazetari. Ma quajmë në fjalë të thjeshta. Por sa efektive është nuk e di të vërtetën. Ka plot organizata që ofrojnë ndihmë ligjore falas, ka plot organizata që ofrojnë ndihmë, le të them, profesionale për këta gazetarë, për t'i lidhur me organizatat edhe ndërkombëtare, për t'i dhënë asistencë më tejshme, por Shqipëria është i fshat i madh. Në moment që një gazetar kthehet në problematik, kur i ndjek me këmbgulje ruajtjen e drejtave të tij në raste kur ka abuzime ato drejta, ai kthehet në dele të zezë, futet në listën e zezë të gjithë mediave kryesore dhe përfundon nuk ka dot buk. Kështu që shumica e gazetarëve ulin kokën, e ka përdin atë ushqimin e hidhur dhe të helmuar dhe vazhdojnë punën. Shumë pak të rastet që kanë çuar deri në fund dhe pastaj nuk janë parë më. Ne janë kthyer në freelancer, disa herë të suksesshëm, disa herë të pasuksesshëm, por edhe freelancer është problemi që nuk është diçka stabil, është diçka rast pas rasti. Jemi treg shumë i mbyllur, do thoya fragmentarizuar, sesa do të thoja i kapur nga 3, 4, 5 interesa financiare që kanë bashkëpunim të vazhdueshëm me njëri tjetrin dhe në moment që ti si bred të hap gazetari jot probleme, ti më thua mua si Roden dhe unë normalisht nuk e marr atë sepse e di që ta kanë nxihet, po ti do ma nxjidhe mua duke kërkuar të drejtat e tij, domethënë që është absurd në vetë. Ashtu ndodh. Ky është realiteti. Është fatkeqësisht sado që të përpiqen mediat, organizata të ndryshme të shoqërisë civile, gazetarë, domethënë që janë shpesh herë edhe solidarë në ngritjen e problemeve të tilla, një muaj, një javë më pas harrohet si çështje, nuk zgjat. Po, sipas mendimin tënd, ti ke pas eksperiencë goxha me gazetarë që kanë shkruar investigime për INA-n, le të themi, për projektin INA. Atë ka rastis që gazetarë janë të lirë dhe në mbrojtje për të bërë pyetje të forta ndaj pushtetit. Kur themi pyetje të forta, pyetje që tregojnë të vërtetën, që cënojnë të vërtetën. Që janë të lirë t'i bëjnë, janë. Se sa të lirë duan ata vetëm pastaj është tjetër çështje. Autocensura është, le të themi, kapitullimi i një gazetari në Shqipëri. Problemi më i madh nuk është censura që vjen nga lart, është problemi që gazetari e di se ku janë saqet, e di se ku janë linjat e kuqe që nuk mund t'i kalojë me pronarin apo administratorin dhe e di çfarë pyetjesh të bëj. Rrallë herë bëjmë pyetjet që me vërtet duhen bërë. Jo vetëm kundrejt politikës, jo kundrejt pushtetit, por edhe aktorëve të tretë që janë të lidhur në një formë apo në një tjetër me pushtetin. Eksperienca jonë është që, arritëm në atë pikë sa për disa shkrime që ishin problematike, që me vërtet ishin problematike, detyroheshim ne si redaksi të bënim ato pyetje sepse gazetari kishte frikë. Dhe nuk është se përfundonte që shkrimi nxirrej pa emrin e gazetarit për t'i mbrojtur, le të themi, komplet anonimatin e tij, por përfundoni që edhe researchi në moment që kishe nevojë që të kishe një, le të themi, ndërthurje të punës dhe marrëdhënie me të tretë, vije emri redaksisë në mënyrë që të vajojë të mbrojë gazetarit. Domethënë gazetari punonte në background, bënte punë jashtëzakonisht shumë të mirë, por ne duhet ta mbronim në një mënyrë apo në një tjetër nga çdo aktor i mundshëm. Është jashtëzakonisht shumë problematike. Por vetë faktin sepse nëse ti më thua një mekanizëm mbrojtje për gazetarët në Shqipëri që është realisht eficient, nëse di. Unë di plot, po për eficiencën ata as nuk e di pastaj. Nuk e di se kam pasur një eksperiencë para disa 2-3 vitesh kur kishim dorë një gjë shumë të rëndësishme që faktonte një lloj abuzimi dhe në fund ditës më thanë që nëse ti je gatshëm të shkosh vetë në gjykatë, të mbrosh veten tënde, vazhdo bëje, publikoje. Po ne nuk të mbrojmë. Dhe kjo i paraprin e asaj pyetjes që nëse nuk do ishin organizatat mediatike që do jepnin ndirim për të bërë një investigim, siç the ti që do shehim me emrin, po na mbajmë ne si redaksi përgjegjësi, rrezikun e gjitha.
A mendon që në Shqipëri ka gazetari investigative? Ka. Edhe është lehtë për tu arritur? Nuk është as pak e lehtë. Nuk është as pak e lehtë që të arrijë gazetaria investigative në Shqipëri, jo vetëm për shkak të mungesës së lirisë reale të gazetarit për të shkruar, mungesës së lirisë editoriale, është mungesa e informacionit, presionet, po fundit edhe mungesa edhe burimeve si njerëzore si financiare. Është shtrenjtë për gazetari investigative, lere se ç'a themi ne, 600, 800, $1.000 shkrimi. Se për ato $1.000, 500 do hikin shpenzime rrugë. Do marrësh një ekspert, do marrësh një gjë, një tjetër. Do thënë është goxha e shtrenjtë, prandaj shteti kur shikon investigime në mënyrë që të dalin me të vërtetë cilësor, ka një kosto shumë herë më të lartë. Ai standard është e mirë, domethënë edhe ne po përpiqemi avash që të kapet edhe në Shqipëri, por nga ana tjetër në moment që ti ke has blloqe në çdo hap të mundshëm, si nga administrata, si nga palë të treta, me kërcënime, me marrjen telefon, me ndërhyrje edhe tek familjarët e tu. Po. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë që të bësh gazetari investigativ. Janë domethënë me kokra outletet në Shqipëri tashmë që vijojnë edhe financohen nga donatorët huaj, donacionet brendshme apo outletet pavarura me financim të brendshëm. Nuk e di të ketë që të jenë eficient në ato që bëjnë, për vetej përçimit lajmit zakonshëm. Janë me kokra. Është punë shumë e vështirë. Gazetaria është kthyer në një ai tha, ajo tha, u tha kjo, mbaroi lajmi. Nuk A mendon se ka raste kur media abuzon me figurën e qytetarit apo e përdor thjesht për sensacion? Tash ka rast abuzimi ka pafund, si në çdo profesion, vetëm A e ruajnë etikën? E ruajnë etikën. Apo është çështje klikimeve? Tash kodi etik e ka, sa zbatohet kodi etikës, pastaj unë nuk e di ata kryeredaktorët e shumicës televizioneve e njohin as e njohin si kodi etikës, ose ti ke lajme makabër që jepen orare që kanë akses kushdo, çdo lloj moshe. Lajme sensacionale janë pafund, po të hapësh treçereku portaleve i ke me tituj me pikpyetje, që është gjë clickbait më i thjeshtë, jo më pastaj që në mesin e lajmeve serioze kërcasin dhe lajme sensacionale me konotacione seksuale x e y, do ke pafund. Aty është problemi, nuk është vetëm çështja e gazetarit, mund të vësh fajin gazetarit, po jo. Ke një piramidë tërë vendimarrje se si drejtohet një media, se çfarë lajme është botohen te faqja e parë. Ke duke filluar që nga redaktori, kryeredaktori dhe pronari që shikon me trikat dhe thotë, shiko, shtoni një çik nga këto se po bie faqja, nuk po lexon shumë njerëz. Ky është problemi, ky është problemi që në bazë të metrikave vendoset dhe linja e lajmit. Sa lek mund nxjerrësh nga AdSense, sa lek mund nxjerrësh nga YouTube, ne shikoni. Qytetarët to nuk i dinë. Nuk i dinë. Por shpesh herë mirë. Po shpesh herë është edhe problemi që tregu drejtohet edhe nga kërkesat e qytetarëve. Ma ato metrikat, domethënë është një le të themi profeci që plotson veten. Që qytetari kërkon kazanin dhe ti kthehesh në kazan që të japësh kazanin, që të marri kazanin, që të kthen ty akoma në kazan. Domethënë është një problem, domethënë, që rrotullohet në vetvete e përkeqësohet në vazhdimsi. Ne pam vetë, domethënë, nxjerrim shkrimet e INA që ishin serioze, korrekte, gjithçka merri shkrimi, kthehej në një video për YouTube sensacionaliste, domethënë, me gjysma të dhënave të hequra apo të fryra apo të kthyer në mënyrë skandaloze krye përpjet. Dhe ai kapte shumë herë më shumë vizibilitet sa shkrimi serioz. Okej, un po lodhem, po me sa shoh po lodhem kot. Ky është një problem jashtëzakonisht shumë i madh, dhe problemi tjetër më i madh është që ne flasim media. Ç'është media? Ti ke portale pafund që menaxhohen nga një person që ka pe hidh me lopat çat dali përpara, pasi edhe filtri fushate, ka shumë portale të. Po fushate un kam parë Instagrami kohët e fundit, domethënë janë shfaqur kush e di sa media dalën nga hiçi, që duket që janë domethënë profile të blera, që nga logot me AI. Po, komplet. Po i shikon domethënë edhe sa herë ka ndryshuar si account emrin. Shikoj domethënë që në 10 vitet e fundit kishte ndryshuar 7 herë emrin, gjithë postimet ishin para 4 muajve fillonte gjithçka, domethënë duket që janë portale që ngrihen vetëm për presion gjatë kohës së fushatës apo për shumë fishimin e mesazhit, se domethënë marketingu në Shqipëri është akoma në vitin 0, që mjafton ta mbysësh në masë dhe kujton se do i ndryshoj mendjen tjetri. Mirë kjo që shtohen gjatë fushatës, po nëse i ke vënë re gjatë fushatës sërish, lajmet tona nuk marrin çikushmëri. S'marr. Ne për shembull si vjet kemi vendosur që nuk merremi fare me fushatën. Fare sepse është një humbje kohe.
e monitoron, raporton, merr në fund fare një të përgjigje, që s'ka pik interes, nuk ka interes. Të mbyt fushata e politikanëve që domethënë hedhin me mijëra dollar. I dolen ato. A dolen ato janë çikërima, se nuk është problemi se sa lek ka hedhur Bredi, Rodeni, Luli, Agroni apo Edi, është çështja se sa hedh Rodeni për Bredin. Po. Se sa hedh Bredi për Agroni, domethënë ke palët e treta që bëjnë fushat për ty, por në mënyrë të padeklaruar dhe aty ti e humb komplet. Ato statistikat që nxjerr janë të kota, nuk është se nxjerr ndonjë gjë. Plusi nuk është çështje se okay, e ka rregulluar Facebook Library këtë pjesën e deklarimit për çështje politike një, po ke antifushat. Ty të mbysin lajme domethënë negative, propaganda negative kundër X-it apo Y-it në një formë të tillë që është makabritet. Po që ne e marrim si normalitet. Është normalitet. Sepse edhe mediat tradicionale, etike, të strukturuara, që duhet të jenë strukturuara, janë kthyer në një le të themi gar kush kap më shumë klikime dhe kush kap monetizim më të lartë në YouTube. Unë fakt po shikoja para 2-3 ditësh dy kandidatë, dy forcave të ndaja. Një kandidat që mund kishte diku ke 2-3 followers në Facebook dhe tjetri sapo e paska hap. Para shumë aq, por shikoja që live-in e kishte 4000 gjatë kohës. Pra live ishte 4000 njerëz që shikon gjatë kohës, ama numri live ishte 19 dhe 2 komente. Ja, klik farm i pastër. Ai është klik farm i pastër. Është marr mesazh që hapeni mbajeni live-in konstant aty, 800 telefona i hershi. S'është ndonjë gjë, ne kemi bërë një ulëmtim para 2, 3, 4 vite se mbajmë. Ka do të gënjej fiks. Ishte rasti i përurimit të bypassit Vlorës, përurimi i parë, se ka pas edhe një 3-4 që atëherë dhe akoma s'është bërë i fundit ende. Se kur do vazhdo. Shiko, bypass, kur të marroj. Edhe ishte live-i i kryeministrit. Ju futëm me kuptimin e plot të fjalës Qeri Morizi duke e marr tek çdo profil. Mbi 50% e profileve ishin nga Click Farm. Domethënë sepse shikoj miqt edhe shokët, domethënë followers, friends e një tjetër që kishin ato profile. 6 muaj përpara i bënin like makinave Kia në mas, sepse më sa duket një dealership në Vietnam duhet shiste makina. Fill pas asaj, domethënë profili ishte aktivizuar me profilin edhe ishte edhe të top fans, top commenters e një tjetër të kryeministrit dhe shikoj që 50% e profileve që e klikonin super fantastik. Kjo është zgjidhja për shqiptarët, me një shqipe kështu duke gjenerative, domethënë që bëhen nga Google Translate. Ishin gjitha të nuk e di, domethënë ata që mbysin dhe online-in. Shikoj, e mbysin online, por ki parasysh një gjë që kot nuk është shprehje shef rushën e piqet. Unë dhe ti nuk e ham atë pjesë, sepse ata që e dinë që bëhet kota, por gjyshja ime. Po, shumë. E shikon një video të tillë, e thot hamëse edhe ky gënje, po gjithsesi kap syri 3 komentet e para. Shikon 3 komentet e para pozitive, shikon dhe 3 të dyta dhe 3 tretat, 3 me radhë. Kur e shikon që ka 5000 like, 6000 like një video, thot, "Ore, prit një sekond sepse kaq njerëz sa e mbështesin këtë i bie që tjetër robin mirë, ndoshta edhe unë duhet të ndryshoj mendimin." Është shtrëmbërimi i perceptimit publik. Po siç ndodh me sondazhet. Pra, sot në media ne kemi 3 kompani që ofrojnë sondazhe. Ama nxjerr partitë e treta nxjerr shumë lart. Ky është problemi, pra domethënë në të gjitha rastet ke një shërbim, domethënë një shtrëmbërim të perceptimit publik. Dhe ka vite të tëra që bëhet kjo me qëllimin e arritjes në ditën e sotme ku ne kemi votim nga jashtë. Që është, domethënë diçka që le të themi e shkatron deri diku, të paktën atë vendimarrjen që kishe ti mbi të ardhmen tënde si banor i Shqipërisë. Aja më njëjtin mendim. Nuk kam se të votojnë. Ora kam gocën e tezës në Greqi, ka 20 vjet aty. Por është ende regjistruar në Shqipëri, kështu që e ka të drejtën të votojë. Po, patjetër. Vetëm gjë që shikon në rrjetet sociale është se sa qeveria ka bërë përpara, ka çuar Shqipërinë drejt Europës. Ndërkohë që atje në ambasadën Seranik, çështja është këtu që ajo nuk e di fare realitetin, sepse realiteti shqiptar që shikon ajo është një herë në vit apo një herë në 2 vjet që vjen bën 15 ditë pushime këtu duke ambuluar 3 çerkun e shpenzimeve ne sepse na ka ardhur si familjar. Ai domosht perceptimi i saj për Shqipërinë është si turiste. Shqipëria për turistët është perl, merrem qafë. Perl
Ndërkohë që perceptimi real është, unë e ti kur dalim nga dera e shtëpisë në mes Tiranës, ke trafik, shkatrim nervash, policiet me si ngjoba, domethënë i taksuar nga të katëra për çdo gjë një tjetër, ha? Pse u që makinën? Ka pa një moment që s'po dilja më dot me gjobat e parkimit edhe me trafikun. Dhe domethënë dikush që shikon Shqipërinë si turist, që ka 5, 10 apo 15 vjet i larguar nga Shqipëria, por që nuk ka hequr adresën, e ka ende aktive në Shqipëri, vendos për të ardhmen time për 4 vite të ardhshme. Ndërkohë që atë nuk e prek as pak ndryshimi apo vendimi. Të gjithë të mirat apo të këqijat eventuale të vendimit të atij personi e heq unë kurriz, pavarësisht se mund të jem dakord me të apo jo. Ky është nonsens. Ndërkohë që ke vende të tjera, edhe Italia dhe Maqedonia e Veriut për shembull, ka një numër të caktuar deputetësh që janë të dedikuar për votimin e diasporës, 4, 5, 15, 20 varet se sa i madh është senati apo parlamenti. Për shembull, por jo këtu që ka ndryshoj gjithçka. Mund kujtohet që në Poroni kur ishte duke vëzhguar zgjedhjet me OSB-n Dirin, kuptova që parlamenti në Poronis kishte 2 gjerman, 2 deputet gjerman dhe është minoriteti. Pse? Është minoriteti gjerman që jeton në Poroni dhe këto kujdesen vetëm për minoritetin. Kanë objektivat e tyre, domethënë kanë 2 gjëra që ata thonë ne do merrem me këtë, jemi dakord me të tjerat, por qëllimi jon kryesor është të çojmë parë dhe agjendën për këtë X apo Y gjë. Dhe ky është problemi këtu. Domethënë ti shiko votat e ardhura deri tani, janë për më duket Durrësi ishte qarku me më shumë. Tirana, jo, me votat e ardhura tashmë të regjistruara si të votuara nga jashtë. Ishte Tirana, Durrësi, Elbasani dhe Fieri. Tirana kishte 35.000 vota të ardhura. 35.000 vota sot. 35.000 vota. Okej, mund varet se si është shpërndarja një tjetër, por prapë janë goxha domethënë. Ai shpërndajnë 3 mandate. Merr për shembull Kuksin dhe Gjirokastër. Po sikur të kishin më shumë të regjistruar. Janë domethënë qarqe që kanë skan 4-5 deputet. Kuksi ka 3, po s'ka rëndsi. 1.000-2.000 vota bëjnë diferencë goxha të madhe. Bëjnë diferencë të madhe. Ndërkohë që ti ke luftuar gjithë kohës që kandidati jot i preferuar të, vjen dikush nga Londra, meqense po flasim për Kuksin, vendos për ty edhe të zhbëm gjitha të përpjekje që ke bërë ti, apo fundit zgjedhë një kandidat që mund të jetë kundër parimeve, qendrimeve, objektiveve. Jo, vetëm për të marrë lehen. O s'ka rëndësi, shiko, ti ke 3 muajt e fundit, gjysma administratës nuk ka qenë në punë. Jo, nuk është. Ka qenë jashtë. Kam për fushatë. Domethënë, se është një sekret i hapur që askush nuk e thot. Fiks. Të gjithë e dinë që administrata shtetërore 3 çerekun e kohës ka qenë jashtë duke ndihmuar njerëzit të regjistrohen për votime. Edhe kur erdhi fundi, po kërkojnë akoma të regjistrohen në Greqi. Më thënë është një absurd total, sepse atë që shaheshin përpara, jo po vjedh votat, jo po paguan me thas me miell dhe një tjetër, ato ndërhyrje domethënë që ishte lokale mbas fshati kanë bërë në ndërkombëtare. Është zgjeruar aktiviteti. Unë kam shumë interes të kuptoj. A ka dallim në mënyrën si politikanët i trajtojnë gazetarët para dhe pas fushatës? Se di të vërtet, është një pyetje që duhet t'ia bësh një gazetari të politikës. Se kuptojnë. Nuk nga që nuk jemi marrë me këto çështje ose të paktën vetë edhe gazetarët me të cilët kam punuar janë jashtë kësaj fushë, atë nuk kanë atë përditshmërinë e shëmtuar të politikës, nuk di çfarë si të përgjigje. Janë ndryshe, ata gazetarë që janë kryesorë, që kanë edhe imazh publik, nuk besoj trajtohen ndryshe, sepse fundit si gazetari mbahet nga informacioni që i jep politikani, si politikani mbahet nga se sa herë përmend gazetari të politikanit. Domethënë është një simbiozë mes dy palëve. Pastaj për të tjerët, në moment që mbaron fushata, ndoshta janë mish për top. Mbaroi ajo nevoja për ta. Unë e shoh, domethënë që më pengon çdo ditë kur i shikoj kronikat. Në rastin më të mira, kur ka çështje virozash, një nga televizionet shkon vetëm ke një ambulancë, merr në pyetje vetëm një doktor, edhe flet për atë. Por aty ka ambulanca, ka vetëm mjek përgjithshëm, nuk ka specializant. A i ke vënë re që gazetarët dalin mund të rënë përdorin vetëm kompjuterin? A është problem kjo? Është problem. Është problem menaxhimi nga ana e televizioneve vetë.
sa televizioni mendon ti se kanë makina që të plotësojnë nevojat e gjithë gazetarëve për të shkuar në çdo pikë që është e nevojshme për mbulim për një mbulim i mirë, për shembull, do ishte ke televizione të mëdha që kanë stema shumë të bukura, që kanë sipas tyre të shikueshmëri jashtëzakonisht shumë të madhe dhe nga 3 makina, 2 si kanë funksionale dhe ajo një pastaj kthehet në autobus në lagjës që zihen me mori parë. Me kush e merri parë, jo po mbaroi për 5 minuta, jo pse u vonove 10 minuta, se mua më diq, domethënë është edhe çështje burimesh, është çështje përparësie, sepse në atë mes ne e kemi vuajtur vetë, domethënë me programet që bënim. Fund ditës logjistika është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe fatkeqësisht, nga të paktën nga eksperienca jon, shumë pakta ishin televizionet që domethënë i dedikonin logjistikës rëndësinë që duhet të kishte. Shumë prej tyre merrnin si diçka dytësore dhe pastaj kur të bëj mullar gjithçka atëre, po domethënë kërciste sherri, dajaku, ulërimat e gjithçka, sepse nuk ka një njeri dedikuar që të merret me atë, nuk ka një drejtori dedikuar që të merret me atë, secili domethënë njëri bie patkoj, tjetri bie gosht, po. Është mungesë burimesh financiare, burimesh njerëzore, aftësie për menaxhimin e këtyre rasteve, po nga ana tjetër pastaj varet. Ke plot raste që të thot redaktori, më duhet për lajmet e orës 12, ora është 11, shko bëj lajmin. Çfarë do bësh përpara? Po, është një e drejtë, që është logjistike patjetër që është e drejtë. Gazetari, televizioni, ti sot duhet të bësh 6 lajme, ku ç'a të bëj përpara, ku të mbytet përpara, se duhet gjej 6 tema, jo më pastaj. A kanë të drejtë gazetarët që i plotësojnë? Flasim për kontratën e punës, për rrogën, për lejet. Se po ta marrësh, administrata e ka shumë vështirë. Shumica gazetarëve para punës punojnë 6 ditë në javë, nuk punojnë 5, siç është kodi i punës. Po pavarësisht se të gjithë trajtohen me kod pune, sepse nuk ka ligj dedikuar për median. Shumica e tyre pavarësisht se një ditë kanë pushim varet kur i bie pushim, nuk i bie si me kolegët, kur vjen ajo diela e shenjtë fillon, domethënë hidhet short brenda redaksisë, vim festat, është akoma më të merr. Kontratat e punës në letër janë, po sa zbatohen, është tjetër gjë, është një televizion. Dje biseduam me një 2 gazetarë që ka hapur, domethënë absurdin atë mes që ka hapur të emisionet e reja investigative, ndërkohë që gazetarët kanë 1 muaj gjysmë 2 që s'marrin rrogat. Thjesht i premtohet që hërri se do të ashtu ose fundit derën e ke hapur. Domethënë zgjidhja e pronarit është o puno me mua dhe mos merr asgjë, ose shko thyej qafën edhe mos merr asgjë. Ke televizione të tjera pastaj që nuk i pranojnë paguajnë kontributet gazetarëve, ku ka pasur raste që gazetarët janë përpjekur të marrin lejen e lindjes në shtet normalisht, sepse supozohet që ka kontribuar për ta marrë, dhe nuk e kanë përfituar sepse televizioni nuk kishte paguar kontributet, do të thonë një skandal i vërtet. Pastaj ke dhe televizione kombëtare që një gazetar pagon 600.000 lekë në muaj. 600.000 lekë në muaj mund të jetosh, le të themi, një jetë e rehatshme në Shkodër ndoshta, në Kukës ndoshta, gjithmonë, sepse nuk e di kostën e jetesës të qytete, le të themi në Fusharës me shumë mundësi, po në Tiranë kur e ke qiram mesatare 500 euro e sipër, 600.000 lekë çfarë do bësh përpara? Ç'a mund të bëjmë? Edhe ti japin dhe si nder, shiko, e ke 600, por punon për X. A thua ti ku shkoj blej bukën unë i them, shiko, shnohet te fletorja X-i. Televizioni X, ashtu funksionon. Është absurd, është, domethënë qashin për minatorët, po gazetarët trajtohen nuk janë si punëtorë llaçi, ti thua me vërtetën. Mendoj që me të lloj historie pas 10 vitesh do fillojnë kërkojnë status e gazetarit. Statusi i gazetarit ka 30 vite që kërkohet edhe prapë nuk zbatohet, sepse nuk ka një solidaritet mes gazetarëve. Ditën e parë që përpiqesh bësh diçka, ti do të thoja që a ka një sindikat që mund t'i mbrojë për këto probleme që ne flasim? Sindikatat që janë, që e quajnë veten sindikat. Sindikat. Do shi nga emri. Sindikat. Unione, sindikata. Quaj ç'a duash, maksimumi që bëjnë një postim Facebook o më të qarku. Ç'a efikasiteti ka. Prandaj të pyetën e parë që a ka mbrojtje për gazetarët? Shiko, ke më shumë mbrojtje dhe reakcion. Mbrojtje online. Do të thonë, ke shumë herë më shumë raportim, mbrojtje, burime në dispozicion të vëna nga organizata që nuk janë sindikata siç e quajnë veten. Për shembull, Sajdevi ka organizata të tjera serioze që bëjnë për gazetarët, sa kanë mundësi, sepse fundit nuk e kanë, domethënë, pjesë të punës tyre të përditshme, ndërkohë që ka edhe sindikata që shesin veten për djath, përfundojnë sapuni, thonë asaj.
Maksimumi shikon një postim kilometrik në Facebook që s'nxjerr asnjë gjë në fund. Po, solidaritet vetëm online dhe kush edhe kur ka ndodh gjë. Shiko, edhe kur ka ndonjëherë protest për drejtat e gazetarëve për një apo dy raste ka pas. Ka pas protesta e fundit ka pas qenë para parlamentit për Klodian Lala. Po. Për ka disa vite. Çan zori. S'e ndaj. Ose është, domethënë është edhe absurdi tjetër që marrin pjesë në protestë gazetarët aty tregojnë. Po më isha vetë, ishte vetë 20 gazetarë ishin. Ndërkohë Shqipëri ke plot. S'dietas numri se sa të vë kurrë. Në portale që janë 4000 ose diçka. Ja, 4000, ja 800 janë që po shtohen ditës mbyllen, hapen. Si ke regjistruar. Po jo, absurdi tjetër është që gazetarët, domethënë në publik, në protestë janë solidarë, mbështesin njëri tjetrin. Moment që shpërbëhet protesta dhe shkojnë nëpër kafe, mëse e kishte për borxh. Mëse kështu është. Domethënë është nga një anë tregojnë solidaritet për kamerat, nga ana tjetër është ambient toksik që nuk e duam asnjëri tjetër. Nuk fare për kameramanët dhe për stafin teknik. Po ato s'juan fare. Ato janë nga televizionet nuk futen listë, ndërkohë që ata janë pjesa më e rëndësishme e televizionit. Që po ju tek regjist fikit dritat, të rrof televizioni, gazetarët, pronarit, gjithë bashkë. Se kështu historisht me këto teknikët unë di shumë. Di edhe unë gjatë kohës pandemisë. Gjatë kohës pandemisë ka pas qenë perfekte, ka pas qenë një televizion që s'po ja them emrin, që nuk paguante regjin dhe montazhierët, sepse jo po s'kan ardhe ende lekët nga shteti të kësaj paketës së ndihmës ajo famshme. Ndërkohë që ishin fut në xhep, kështu pop, fikën Chelsea ato të montazhit, u gjetën lekët për 30 minuta. Po gazetari se bën dot atë, sepse gazetari është i shkëmbyshëm, është domethënë ndrohet në sekond. Është se puna e gazetari. Gazetari tashmë është kthyer në një reporter të çfarë do llojit. Unë s'di një televizion në Shqipëri, edhe nga këto që kanë fonde pa fund, të këtë bërë një herë të paktën, një le të themi workshop, trajnim apo çdo lloj eventi për rritjen e kapaciteteve të stafit të vet. Madje dole pikërisht aty që nuk marrin përbazë as manualet e raportimit, po flas për minoritetet. Asgjë. Sepse kur vjen fundi, domethënë ti ke një kronik për Romën dhe Egjiptianët, po marrim shembull tim, gjuhë derogatore, s'din termat specifik. Po më marrin dhe mua në telefon. Është absurd, domethënë bilesa kemi pas një herë debat para disa kohësh në një takim me përfaqësues të BE-s me një drejtues në një televizion lokal, nga këto 24 orë lajme. Ku më kthye, po ju si qendër jeni, sepse u ngrit çështja e arritjes kapaciteteteve të gazetarëve. Dhe më kthye, po prandaj ju kemi ju si qendër që të rrisni kapacitet. Është e vërtetë tash. Ne rrisim kapacitet, biles kemi aq shumë programe sa nuk po i mbushim dot me gazetarë. Dhe kemi topikale specifike për një për tjetër, domethënë varësisht asaj që kërkojnë gazetarët, studentë gazetarisë, gazetarët e rinj. Por dikush problemi thash, që ti si drejtues nuk e le atë gazetar që të vi 2 orë në ditë për atë trajnim. E shtrydh aty. Ti si drejtues nuk di herën e fundit apo edhe të parë fundin e fundit që ti ja kesh rrit ti kapacitetet atij gazetarit, sepse ke frikë që nesër do i mund të zëj vendin e punës. Trajtojnë gazetarët si punëtor llaçi të këmbyshëm jashtëzakonisht shumë lehtë. Nuk ka asnjë lloj televizioni që një gazetar të thotë, redaksia po bën një trajnim për Moxha sot, apo për Osinta, apo për çështje mjedisore, nuk ekziston si koncept që brenda të vendit të punës pronari të dojë që të rrisi kapacitetet e gazetarëve të vet, atë që ne si organizata të shoqërisë civile që kemi edhe atë sektorin e medias më janë, ja bëjmë në vazhdimsi gazetarëve sepse e shohim si jo vlerë të shtuar vetëm ndaj atij gazetari, por edhe shohim si vlerë të shtuar ndaj komplet prodhimtarisë tonë edhe vet organizatës, sepse nesër dhe e kam shumë herë më të lehtë që ti vetë klienti, donatorit X, them, ne kemi ekspertizë në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja ku i kemi edhe pa se gazetari nuk di gjithçka. Ndërkohë që gazetarët shumicën e mediave kanë parë që futen me një diapazon të gjerë mendimesh edhe dalin aq të ngushtuar në atë që bëjnë, sa ajo thënia pyk hyet, pyk dil nuk është, po dalin shumë herë më keq se ç'kan hyrë nga bankat e shkollës, domethënë është tmerr, nuk pse vetëm një gjë, sepse ai thot po, ke 8 orë të du këtu në dispozicion, ata që janë te webi keni 60 lajme për të kopjuar, për të hedhur, ju që jeni në terren dua 6 lajme. Asnjëri nuk i thot, to ta dish. Po se thot, po aty është problemi, pra sepse ne flasim për drejtat e gazetarëve, nga ana tjetër gazetarët kanë frikë të flasin. Kanë frikë të flasin, se është ai. Po se s'bëhen dy bashkë. Është ai 600.000 lekë pra. Po s'bëhen dy bashkë, po le
sepse në fund ditës ne them për minatorët, po të paktën herë pas here bëjnë një gjë, bëjnë një protestë, bëjnë një grevë, dalin. Kur gazetarët e Shqipërisë, diun raste që inshallah po dalin protesti, hiq nga puna, të shkojmë të zejmë në vendin e punës se ka 200.000 lekë më shumë rrogë. Po, ky është solidariteti mes gazetarëve. Fatkeqësisht unë do shumë që kjo gjë vazhdojnë të ndryshojë. Nuk folim as për... Shikoj, jam fataliste kjo pjesë, nuk shoh ndryshojë, unë shoh që përkeqësohet nga viti në vit. Ndryshe nga jashtë shtetit ku televizionet ndoshta janë biznes që vetë përmbahet. Në moment që je biznes që vetë përmbahesh, detyrohesh të përmirësosh veten, sepse normalisht duhet të bëhesh më konkurrues në krahasim me të tjerët që të arrish edhe audiencë, edhe cilësi e gjithçka. Gjithë televizionet këtu i ke bisht i qenit të një biznesi shumë herë më të madh që mbahet aty si pistolet nga ana e pronarit kundër qeverisë që do e japi apo s'do e japi tender. Në moment që ai televizion mbahet thjesht si diçka për të bërë shantazh, nuk ka asnjë lloj interesi ai për ta zhvilluar, për ta përmirësuar një të. Kështu që nuk ka për të përmirësuar gjendja. Do e kesh thjesht nuk ka përmirësim. Nuk ka interes që të përmirësohet media. Me këtë do ta mbyll dhomë. Vjen keq që po e them, ndoshta jam nga të paktët njerëz që nuk shohin dritë në fund tunelit. Jo, është vërtet. Kjo është situata aktuale. Kam 8 vjet që merrem me këtë çështje dhe situata përkeqësohet nga viti në vit. Nuk ka asnjë lloj përmirësimi. Shoh që përkeqësohet edhe cilësia e studentëve të gazetarisë dhe gazetarëve. Biles është makabritet të flasësh për studentët e gazetarisë sepse për shembull në dega e gazetarisë në Elbasan u mbyll. Dega në Shkodër ka ngelur me kokra. Kjo në Tiranë, 90% atyre që futen që të bëjnë masterin për PR pastaj, nuk është se futen për gazetari. Jo. Universitetet private për gazetari dhe komunikim po mbyllen. Po ka nga 5, nga 6. Kush do e bëj gazetarin? Këto që kanë ngel. Dhe këto që kanë ngel të bëjnë atë që theti. Do këto që kanë ngel treçereku po kalojnë zëdhënës fushate, zëdhënës ministrie, zëdhënës partie, domethënë nuk të përfundoj gazetaria, ajo tha, domethënë 100%, nuk ka më analizë, nuk ka më analizë. Po vetë që dalin për analizë janë ato mbi 50 vjeç. Ne themi gazetar, jo treçereku, 90% i ke reporter. Raportojnë për atë që ndodhi. Gazetari do të thotë që të ulesh, bësh një analizë, nxjerrësh dhe mendimin tënd, jo në formën e opedit, po ta kontekstualizosh atë informacion në diçka më të përtypshme për publikun, të shkruash për një 13 vjeçari themin. Po, fiks. Po nuk kam më pyetje për nuk ka nevojë më sepse i nxjerr qeveria vetë ministria e X e Y e bën gati ato e thot siç e ke futen ChatGPT change it a little edhe pap doli lajmi. Po. Nuk ke. Më thuaj ti televizionin e fundit, lajmet e fundit që ke parë që ka qenë lajm i mirëfillt lajm. S'ka. Ke çfarë bëri politika majtas djathtas, kronikë zez, politik, kronikë zez është rreth vicioz i shumë tutje se ka shoku. Kështu për fat keq do vijoj.